Nacionaleve të Serbisë. Të dërguarit e Skënderbeut mbërritën tek mbëreti i Serbisë, Brankovići. Shpata e turqëve varet mbi Bizantin. Maqedonia dhe Bullgaria janë shndruar në toka turke. Nëse ne nuk radhitemi krah për krah, atëherë do të zhduket edhe Serbia. Prandaj Gjergj Kastrioti, në emër të lidhjes së princave shqiptar, ju fton për të bashkuar kundër turqëve. Gjergj Kastrioti, më fton që mos të mbaj sot lidhje miqësie me Osmanët e fuqishëm edhe të shkoj me barinjt e maleve të Shqipërisë. Ti ke miqësi e qenin e tërbuar. E si e merr guximin ti, Krysh Bariu, ti thuash këto fjalë krajlit të Serbisë? Unë mund edhe të vras, por unë jam i mëshirshëm. Nxjerreni jashtë. Ec përpara. Ec përpara. Ne edhe vetëm do t'i dërmojmë turqit. E atëherë askush s'ka për të dhënë shpërblim për kokën tënde. Na lini vetëm. Pse të nxehemi kot? Ne këtu jemi vetëm dhe mund të flasim si miq. Të gjitha e njohin trimërinë tënde. Ti ke luftuar si Luan në Valikar, ti i pari mbërritën muret e Shkodrës, por gjithë lavdin ta ka rëmbyer Skënderbeu. Më i keq qenë ke ti se ai? Jo, Gjergji, ti duhet jesh mbreti i Shqipërisë. Për të ju thonë se ke lindur në Turqi. Po. Në Shqipëri duhet së ndoj njëri besnik i sultanit. Sultani ka vrarë fare pa fajt i matë. Ai e bëri këtë me kërkesën e Skënderbeut. Ti gënjen! Këta e dinë të gjithë, përveç teje. Skënderbeu nuk do të dante tokën me vëllezrit. Dhe në qoftë se nesër ati do t'i lindë djalë. S'është i martuar. Se mos valla i ka premtuar që të mos martohet kur? Raniti i ka vajzë. Donikën? Po, e di, ajo është e bukur dhe ty të pëlqen. Veç më parë ajo do të doj Gjergjin. Dhe ti do të bësh dado e trashëgimtarit Kastriotëve. Qa kejtë do të qeshin ndërmale me ty. Mendoni për këtë. Po, mendoni për këtë. Tradhtia e Brankovićit